Zoti Leshi, kjo intervistë realizohet në kushtet ku një ditë më parë qeveria shqiptare ndërmori një vendim për t'u përgjigjur ekstremizmit të dhunshëm. A ishte kjo një përgjigje ndaj sulmeve terroriste apo ishte një strategji e cila ishte hartuar kohë më parë dhe koincidoi që të miratoi në kuadër të gjitha këtyre zhvillimeve që lidhen me sulmet terroriste? Është e vërtetë që dje qeveria shqiptare në mbledhjen e radhës ka miratuar ndër të tjera edhe dokumentin e strategjisë kombëtare kundër ekstremizmit të dhunshëm, dokumenti i cili ka një proces pas tij, pra po bëhet kohë që qeveria, ekspertë të ndryshëm nga ministritë dhe institucionet tjera kanë punuar për të hartuar këtë dokument në bashkëpunim të ngushtë edhe me partnerë ndërkombëtar, kryesisht partnerët tanë europianë dhe amerikanë. Sigurisht që duket ka një koincidencë, sepse strategjia miratohet vetëm pak ditë pas sulmeve tragjike që u kryen në Paris, por nuk është se është një reagim i drejtë për drejtë ndaj tyre, për arsye se, siç thash, ajo ka një jetë gjatë, ka një proces të gjatë pas saj, dhe kjo strategji është pra disa tipare thelbësore dhe disa elementë thelbësore të saj janë paraqitur nga kryeministri Rama dhe summitin e liderëve që u zhvillua në New York në shtator të këtij viti, është summiti organizuar nga presidenti Obama, ku kryeministri Rama pati edhe mundësinë për t'u drejtuar audiencës së madhe të liderëve botëror për këtë çështje. Pra, strategjia nuk është diçka e re dhe nuk është një reagim ndaj sulmeve në Paris. Por ajo është një rezultati një procesi të gjatë analize, diskutimi dhe kërkimi për të gjetur rrugë, mundësi të cilat synojnë, ashtu dhe instrumenta që synojnë në parandalimin e ekstremizmit, parandalimin e radikalizimit të kryesisht të rinjve apo të elementeve të caktuar të shoqërisë. Pse? Arsyeja për këtë është se ne kemi vite bota, po edhe ne, si pjesë e bashkësisë ndërkombëtare, vite që angazhojmë forca, kapacitete, burime njerëzore, teknike, materiale kundër terrorizmit. Po themi që nga 11 shtatori i 2001-shit e në sot jemi të gjithë dëshmitarë se çfarë përpjekje është jashtëzakonshme ka zhvilluar komuniteti ndërkombëtar, pra edhe Shqipëria pjesë e tij, për të ndeshur me terrorizmin ndërkombëtar. Kemi patur operacionet në Afganistan, në Irak, përpjekje tjera të mëdha. Përpjekje ku kryesisht janë përdorur elementet e forcës, po themi elementet kinetik, për preferoj të quaj unë. Janë përdorur ushtri, janë përdorur forca ajrore, forca toksore, janë përdorur shërbimet inteligjente, janë përdorur pra element të fortë të fuqisë së shteteve që janë angazhuar në këtë proces. Janë arritur rezultate shumë të mëdha, por ende problemi vazhdon të ekzistojë. Terrorizmi ende vazhdon të ekzistojë, terrorizmi ende vazhdon të godasë, madje të godasë edhe fort, siç ishte rasti i Parisit. Dhe pyetja është që a mjaftojnë mjetet e përdorura deri tani apo jo? Janë instrumentat të mjaftueshëm dhe të përshtatshëm ato që janë përdorur deri sot, apo duhet të përdoren edhe element dhe instrument të tjerë, të cilët nuk janë përdorur aq sistematikisht deri sot ndaj këtij fenomeni. Dhe përgjigja ka qenë që po na mungojnë disa elemente të tjerë, na mungojnë disa instrumenta të tjerë për të marrë me çështjen. Duhet që të parandalojmë të parandalojmë radikalizimin e shoqërisë, të parandalojmë radikalizimin e të rinjve kryesisht, ekstremizimin e tyre, shplarjen e trurit të tyre, për arsye se ende ne konstatojmë që në botë gjërësisht, por dhe në Shqipëri dhe në rajon, kemi patur dhe kemi raste, tendenca të radikalizimit. Kemi patur të rinj ose qytetarë shqiptarë që janë bashkuar luftarëve të ISIS-it në Siri dhe në Irak. Kemi patur fenomene të tjera dhe radikalizimin në tërësi mbet një problem. Dhe si mund të qasemi këtij problemi? A mund të qasemi me ushtri, me shërbime inteligjente, me polici, mjaftojnë këto apo jo? Përgjigjja është jo, nuk mjaftojnë këto. Na duhen disa instrumente të tjera. Më shumë se sa
pra këto instrumentet e forcës, na duhet instrumentet e fuqisë zbut, na duhet shkolla, na duhet instrumentet e shoqërisë civile, na duhet instrumentet e besimeve fetare, pra duhet element tjerë, të angazhojmë një kategori tjetër burimesh për të marrë me këtë çështje. Edhe një shkollën, punonësit social, besimet fetare ose bashkësitë fetare, akademinë, kërkuesit, shoqërinë civile, pra të krijojmë një kategori të dytë ose një kategori tjetër burimesh, kapacitetesh që merren me ekstremizmin e dhunshëm, me synim që të parandalojmë që të rinjt, sidomos të rinjt, të radikalizohen, të tjetërsohen, sepse fatkeqësisht konstatohet që ata të cilët zgjedhin rrugën e përfshirjes në organizata terroriste janë njerëz të tjetërsuar, njerëz të shplarë nga të gjithë në kuptimin e mirëfillt të fjalës, njerëz që kanë tjetërsuar gjithë principet bazë të jetës tyre, madje edhe vetë kuptimin për jetë. Kuptohet që ata njerëz që marrin rrugën e një misioni absurd, që janë gati jo të vriten, por dëshirojnë të vriten, janë një problem i madh. Dhe çështja shtrohet që a më mirë të organizosh forca për t'i eliminuar ata mbasi janë bërë shumë të rrezikshëm, apo të përpiqesh t'i mbash një jetë, t'i mbash në shoqëri përmes instrumenteve që sapo ju përmenda. Pra ky është pak a shumë qëllimi i madh i strategjisë kundër ekstremizmit të dhunshëm. Zoti Dheshi, kur thoni që do të përfshihen dukshëm shkollat, çfarë do të thotë? Do të kemi një lëndë të caktuar për të shpalosur se çfarë do të thotë fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm, apo do të jetë pjesë e disa lëndëve mësimore ky fenomen? Strategjia nuk është futur në detajet, në shumë detaje, sepse strategjia ngjelet e përgjithshme nuk futet në detaje, por ajo që strategjia kërkon prej shkollave është që të shkolla, edhe në kuadër të projektit të madh të qeverisë për ta kthyer shkollën në një qendër komunitare, të fusin në agjendën e saj, edhe trajtimin e çështjeve që sapo përmenda. Po marr një element, edukimin fetar. Tash jemi të gjithë të ndërgjegjshëm që feja ka qenë, është dhe do të jetë një element shumë i rëndësishëm i jetës së njeriu. Feja është ajo që depërton aty ku nuk ndërhyn të tjerët tek njeriu, pra ndërhyn vërtet në thellësi të shpirtit të mendjes njeriu. Po për këtë për shembull në shkolla ne pothuajse nuk flasim. Por kjo nuk do të thotë që dikush tjetër s'flet për fe. Çështja shtrohet, a do të flasim ne, do të flasin institucionet, do të flasë shkolla, që t'u tregojë fëmijëve, të rijve, të vërteta themelore për fe, në bashkëpunim me bashkësitë fetare. Apo do ta lëmë këtë hapësirë të lirë që rekrutues rrjete terroriste të bëjnë atë që s'bën shoqëria, që s'bën shteti, që s'bën institucionet, që s'bën shoqëria civile, shoqëria në tërësi. Edhe çështja shtrohet që ose ne do të heshtim, siç tradicionalisht kemi heshtur për këtë çështje, ose do të flasim ne, do të flasi shoqëria, dhe do të thotë fjalën e saktë, sepse çështja shtrohet se secili paraqet një të vërtetë të ndryshme. Pra, rekrutuesi terroristët paraqesin një të vërtetë tjetër edhe për fen, ndërkohë që institucionet kanë një të vërtetë tjetër. Dhe çështja është që përmes moduleve, jo përmes plotëve, por përmes moduleve, përmes formave të tjera të arsimimit, të mundësohet që të rinjt të marrin një kulturë të domosdoshme fetare për gjërat principiale, fondamentale të fesë. Nuk flas për një besim caktuar, flas për fenë në përgjithësi. Pastaj çështja tjetër shtrohet që duhet të përmes shkollës duhet të mbajmë prindrit dhe komunitetin të përfshirë në këtë proces. Për arsye se indiferenca e shkollës, e shoqëruar me indiferencën e prindërve, krijon një vakum të frikshëm ku ndërhyjnë të tjerë. Pra shkolla dhe prindrit kërkohet që të jenë bashkë në një proces për të mbajtur të rinjt dhe fëmijët në këtë botë, në kuptimin mental, për arsye se është një fenomen i përbotshëm që shumë fëmijë, shumë të rinj sot pothuajse nuk jetojnë më në realitetin fizik. Jetojnë në një realitet virtual, jetojnë në rrjete sociale, në rrjete të tjera.
dhe kanë humbur, si thosha, referencën me botën reale, dhe duke bërë një jetë virtuale, ato janë pre e letë e mjeshtrave që punojnë në këtë hapësirë. Se nëse ne nuk jemi futur fort në hapësirën virtuale, si shoqëri, si shtet, si institucione, të tjera, sidomos rrjetet terroriste janë shumë prezent, janë shumë aktiv, peshkojnë gjithë non-stop në këtë hapësirë për të kapur viktima të radhës të cilët pastaj përpunohen, manipulohen, shplahen dhe shndrohen në armë, sepse përgjithsisht njerëzit të rinj që shplahen nga gjithë principet me të cilat ne jemi rritur dhe jetojmë prej shekush, them si shoqëri, pra ata nuk vlen më. Konceptet themelore, koncepti i jetës është këtë tjetër. Nëse ne shmojmë jetën, ne themi jetën duhet ta jetojmë, ta shijojmë, ta gëzojmë, të zhvillohemi, të kemi. Pra ata është jo, jeta konsiderohet e fituar kur humbetet. Në këtë lloj paradoksesh po. Pikërisht për të shmangur këtë lloj radikalizimi, ne synojmë që përmes strategjisë të aktivizojmë të gjithë instrumentet e shoqërisë për të qenë të ndërgjegjshëm dhe për të ndërtuar programe për të qasur ndaj këtij fenomeni. Shkolla, institucionet tjera të sociale, feja, bashkësitë fetare, partner i pa zëvendësueshëm në këtë proces dhe akademia, studiuesit, kërkuesit, të cilët synohet që të përfshihen në projekte që synojnë kërkimin e rrënjëve të së keqes dhe kurimin e saj, pra diagnostikimin dhe kurimin e saj. Zoti Illiçi, ju i përmendët institucionet fetare si tepër të rëndësishme në këtë strategji që qeveria shqiptare ka ndërmarrë. Por në këto momente që flasim, janë shumë xhami në vend, nga 900 në total, të paktën 5% e tyre nuk janë në jurisdiksionin e komunitetit musliman shqiptar. Nga ana tjetër, të gjitha këto xhami, të cilat nuk varen nga ky jurisdiksion, duhet marrin tek komuniteti i kulteve, që është një institucion i varur nga qeveria shqiptare, një certifikat që i lejojnë atyre të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Nisur nga dyshimin se këto xhami përdoren në disa raste si rruga për të pasur rekrutues shqiptar për të qenë luftëtar të huaj në vendet e tjera të konfliktit, a do të ndërmarrë qeveria shqiptare apo ka ndërmarrë forcim të masave deri në pajisje me certifikata të këtyre xhamive? Është e vërtetë që prej shumë vitesh, më shumë se 2 dekada, do thoja, në Shqipëri ndërtohen dhe ndodh shumë çka ndodh pa leje, pa rregulla. Tu e ndërtuar shtëpia pa leje, me mira, me qindra mira, e ndërtuar pallate, e ndërtuar universitete, e ndërtuar biznese pa leje. Pra, niveli i informalitetit ose niveli i mungesës së shtetit ose të mungesës së arsyes publike është jashtëzakonisht i madh. Jemi të ndërgjegjshëm gjithë që. Dhe një përpjekje formalizuese për të futur në hullit e ligjit gjithë territorin, kuptimin e plotë të tij, jo thjesht territori fizik, po të gjithë elementeve që përbëjnë shoqërinë, kanë filluar dhe po zhvillohen. Ju jeni të ndërgjegjshëm se çfarë po bëhet për marrjen e kontrollit të territorit, marrjen e kontrollit të ndërtimeve, pra vendosjen e fuqisë së ligjit mbi këto elemente, vendosjes së fuqisë së ligjit mbi universitetet, mbi arsimin publik në tërësi e kështu me radhë. Pra janë shumë hapësira që kanë qenë jashtë vëmendjes publike dhe shtetërore. Ndërtohesh dhe kjo që thonë ju. Pra një element, por vetëm një element është që edhe fusha e besimeve fetare është zhvilluar në mënyrë kaotike deri në farmase. Pra janë ndërtuar objekte të besimit pa leje, do thoya private, jashtë autoritetit të bashkësive respektive fetare në vend. Dhe çështja mbetet. Evidenca tregon që prej këtyre, disa prej këtyre, bëron dhe shqetësim për sigurinë e vendit. Radikalizimi, përpjekje për të rekrutuar luftar, për të çuar në mjediset, në vendet ku zhvillohet lufta, kryesisht në Siri, Irak, e tjera me radhë. Pra janë, edhe ju keni raportuar her pas here për këtyre. Pra ka, problemi ekziston. Dhe qeveria shqiptare, ashtu siç po bën për sektorët e tjerë, për formalizimin e shumë sektorëve të jetës së vendit,
ose për vendosjen e shtetit në rolin e tij si administratori publik kryesor, ka arsye, ka dhe plane për të marrë dhe me këtë çështje, është detyruar të merret. Por sigurisht kjo është një çështje e cila kërkon një sensibilitet shumë më të lartë se sa marrja me një pallat të ndërtuar pa leje apo me një objekt tjetër pa leje. Për arsye se bëhet fjalë për një çështje e cila lidhet me një trashëgimi të caktuar në Shqipëri dhe niveli i kujdesit këtu kërkohet të jetë shumë herë më i lartë. Dhe qeveria synon që hapat që do të ndërmarrë në këtë proces të jenë të akorduara mirë mes institucioneve të shtetit dhe bashkësive respektive fetare. Por çështja është e hapur dhe çështja meriton dhe do të ketë adresim në të ardhmen e duhur. Zoti Dheshja, ka një numër zyrtar qeveria shqiptare të shtetasve shqiptarë që janë drejtuar vendeve të konfliktit për të qenë atje luftëtar të huaj? Patjetër që ka dëna zyrtare, unë do thoya që fenomeni i luftëtarëve të huaj është një fenomen krejt i ri për Shqipërinë. Shqiptarët prej shumë dekadash nuk e kanë njohur këtë lloj fenomeni. Madje do thoya që i vetmi rast kur shqiptarët, po flas për dekadat e fundit kur shqiptarët e Republikës Shqipërisë janë angazhuar në një konflikt ushtarak në numër të kufizuar, është rasti i luftës në Kosovë. Por motivet ishin krejt tjera, dhe arsyet ishin krejt tjera. Ndërsa ky është rasti i dytë që shqiptarët, element caktuar nga Shqipëria, po angazhohen në një konflikt që s'ka lidhje absolutisht me Shqipëri dhe shqiptarët, që është konflikti në Siri dhe Irak. Fenomeni ka patur një pik, pra një kulm në vitin 2013, ka qenë pothuajse fluksi ka arritur maksimumin e tij, ndërkohë që fal masave të marrë, për arsye se janë marrë masa të shpejta, qoftë në kuptimin ligjor, duke ashpërsuar kuadrin ligjor, duke penalizuar këtë fenomen, që ishte fenomen i ri pa njohur dhe Kodi Penal parashikonte një dispozit për të ndëshkuar njerëz që angazhohen në konflikte ushtarake jashtë vendit. Pra, ashpërsimi i kuadrit ligjor, sidomos Kodit Penal, angazhimi i shtuar i strukturave të sigurisë, policia, shërbimet inteligjente, media ka luajtur një rol të rëndësishëm në sensibilizimin e opinionit dhe në kthjellimin e njerëzve që nuk dinin se ku shkonin dhe pse shkonin. Bashkësitë fetare, të cilat janë kryesisht komuniteti musliman, që janë pozicionuar qartë kundër këtij fenomeni. Pra, ky kombinim masash dhe qëndrimesh të gjithë aktorëve kryesor, shoqëror, ka bërë që fenomeni kryesisht në vitin 2014 të shkojë drejt zeros, pra fluksi të shkojë afërsisht drejt zeros. Dhe sot flasim për një situatë tillë ku ende është një numër shqiptarë që kanë mbetur atje. Një pjesë e tyre kanë mbetur atë peng atje, për faktin që kanë shkuar me ide të tjera dhe kanë gjetur një realitet tjetër, por kanë mbetur peng sepse çdo tentativë për kthimin e tyre u kushton rënd. Dhe përpjekja bëhet që ne të vazhdojmë të forcojmë gjithë reagimin shoqëror ndaj këtij fenomeni të shëmtuar. Por unë jam shumë optimist se me masat e marra dhe me ato që planifikojmë të marrim, ky fenomen do të vijë drejt zbejjes në Shqipëri. Nuk ekziston një bazë e mirëfillt sociale në Shqipëri e cila të prodhojë ekstremizëm, sepse përndryshe po të ekzistonte kjo bazë, ekstremizmin shqiptarët do ta kishin prodhuar në qindra e mijëra vjet e ekzistencës së tyre këtë vend. Nuk e kanë prodhuar kur ishin kohët më të errta, nuk besoj që do ta prodhojnë dhe sot. Ky shpërthim momental i këtyre 2-3 viteve të fundit është një shpërthim për mendimin tim, i cili do të zbehet dhe do të tkurret siç është tkurrur ndërkohë. Siç është tkurrur ndërkohë. 2014. Numër, zoti Dheshja, ka një numër? Numër, t'ju jap një numër, çdo numër do t'ju keq informante, por numri është krejtësisht i papërfillshëm. Ka qenë në pikun e tij nuk e ka kaluar 100. Nuk është bërë me 3 shifra.
Dhe tash jemi në numrin në nivelin e 2 shifra, 2 shifror. Pra 2 shifra këtu jemi, s'po themi numër për të fiksuar, që mos citohem me një numër, po jemi në nivelin 2 shifror me tendencë të kurrje të vazhdueshme. Ju falenderoj zoti Elleshi për këtë intervistë. Merci.